Me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve në Ersek u zhvilluan aktivitete të ndryshme artistike dhe argëtuese, ku morën pjesë fëmijë të grup moshave të ndryshme. Një nga momentet më të bukura të programit ishte interpretimi i këngës Eja këndo me ne. Fëmijët u bashkuan interpretimit të përbashkët, duke u bërë pjesë e nismës që u zhvillua njëkohësisht në qytete dhe shkolla të ndryshme të vendit. Aktiviteti mblodhi së bashku fëmijë, prindër dhe edukator, duke kthyer festën e 1 qershorit në një hapësirë takimi, krijimtarie dhe shprehjeje artistike. Krahas muzikës, programi përfshiu edhe veprimtari të tjera të dedikuara për fëmijët, të cilat sollën gjallëri në qytet gjatë kësaj dite festive. Më pëlqen festa e 1 qershorit që na bën të veçantë dhe të lumtur. Në 1 qershor, që çdo fëmijë të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm. Përmes këtyre aktiviteteve, 1 qershori u shënua si një ditë e gëzimit fëminor dhe e vlerësimit të rolit të fëmijëve në jetën kulturore dhe shoqërore të komunitetit.